për Kosovën kam domethënë një dashuri të papame sepse është ai kufini atje, por më duket sikur jam të shku në qytet të Shqipërisë, jo sikur kam kalu i kufi. Nuk them asnjëherë kosovar, po them shqiptar. Shiko, janë shumë simpatike vajzat e Kosovës, realisht. Jo se janë ata të Shqipërisë, po të Kosovës po më duken pak më të lezetshme, domethënë më të afrueshme. Miqësinë e krijon më shumë më kollaj me një vajzë nga Kosova se nga Shqipëria. Paktën ky është mendimi im. Nga Shqipëria, nga Burreli. Nga Burreli. Si e kena Shqipërinë mëm? Shqipëria super, po pëlqen jashtëzakonisht kjo pjesa e Prishtinës dhe po më ndihem më shqiptar se në Shqipëri këtu. Pa mrekullie, po na bëni krenare dhe neve këtu. Realisht po. A jetoni në Shqipëri apo jashtë keni migruar? Jetoj në Shqipëri, punoj fizioterapist atje. Sa mirë. Edhe kam ardhur sot me disa miq të mi, edhe po shoh Prishtinën, po realisht është herë e parë që jam këtu. Hera e parë. Po ku ishe vllai, çe herë deri tash? Në fakt kam menuar me miqtë e mi sot nesër, po në fakt nuk është mirë me thonë që është herë e parë, po realisht e kam shiu jashtë se sot do rri dhe sot, edhe po që nga një vend super, s'do ketë vit, domethënë që mos vit, domethënë këtu në Shqipëri. Tash premto, tash tutje më shpesh marr. S'bëhet fjalë. Jo realisht, edhe vendi këtu njerëzit janë shumë të afrueshëm me kosovar, nuk është herë e parë që edhe puna ime më ka bërë që të njihem, po realisht këtu është një super, një mrekulli, një vend super edhe më pëlqen realisht, edhe do munohem që të vi gati çdo vit. Por sidomos tani në dimër, domethënë që nga një atmosferë ke ndryshe edhe kjo pjesa e festave, edhe kjo pjesa e borës, sepse e ka lezetin e vet ne. Zakonisht në Tiranë nuk shohim borë, po tu në Prishtinë që nga super. Po çka të lash shikim të parë diçka për shtypjen në Prishtinë? Për shembull kur pyet njerëzit, kur i pyet domethënë dhe ata e marrin vesh që ti je nga Shqipëria dhe mundohen me të ndihmuar të shpjegojnë në vendet, edhe normalisht gjëja që më ra në sy, gjëja e parë që më ra në sy është ajo pjesa e mbishkimit lart Liria ka emër. Edhe kjo është diçka që neve si shqiptar na prek shumë sepse normalisht Liria ka emër është një fjalë që në Kosovë ka shumë vend si fjalë si Liria, sepse normalisht Kosova dihet që ka qenë një popull i nënshtruar dhe kur shoh njerëzit tash që janë të lirë, flasin, nuk e di, po më jep një atë dashuri që vështirë ta përshkruash. Duke që je lidhur me Kosovën. Realisht unë për Kosovën kam domethënë një dashuri të papame sepse është ai kufini atje, por më duket sikur jam të shku në qytet të Shqipërisë, jo sikur kam kalu i kufi. Kam kalu domethënë nga qytet në qytet. Edhe unë gjithmonë e kam parë kështu, nuk e kam parë si Kosova shtet. Dhe realisht unë nuk them asnjëherë kosovar, po them shqiptar. Kjo është më e mira. Nuk duhet, kosovar do të jetë si punë e kësaj shpresë, Shkodran, Berac, Tiranë, po jo të jetë ndarje kombësie, kosovar shqiptar, sepse unë e shoh shpesh herë në media që flitet, jo po Kosova, jo jemi një. Duhet me thonë më shpesh këtë fjalën, ne jemi një, nuk kanë dasi. Tash kemi filluar të kemi bashkëpunim më shumë, pjesa kanë filluar të martohemi me Shqipërisë më shumë. Kur jem të martesa, a je martuar? Jo, beqar. Dua të pyes, a mund të pyes, a të kish pëlqyer një kos nga Kosova ta kish? Po pse jo? Po pse ku më gjet? Ku më gjet? Ku më gjet? Shomë në parë të bukura kemi. Prandaj do vi shpesh. Çfarë ai mall kështu? Jo, nuk kam marrë për këtë punë. Po doli rrugë, pse jo? Pëlqen ndonjë kështu shikim? Shiko, janë shumë simpatike vajzat e Kosovës, realisht. Jo se janë ata të Shqipërisë, po të Kosovës po më duken pak më të lezetshme, domethënë më të afrueshme. Edhe pse jo? Po këto të hapura të duken kështu nga natyra? Po ta thash që shprehen, e kupton, nuk kanë ndrojtje, domethënë si mund ta kenë. Edhe në Shqipëri, ta shikoj të fundit është ndryshuar mentaliteti, po prapë them këto të Kosovës janë çik më të, domethënë shprehen më kollaj, po miqësinë e krijon më shumë më kollaj me një vajzë nga Kosova se nga Shqipëria. Paktën ky është mendimi im. Duhet të pas eksperjenca diçka, apo? Jo, thjesht e tham nga mënyra domethënë si kam parë. Po fatit si dihet, kur si dihet, ndoshta
thash, pse jo, po kam marrë thash për të parë Prishtinën edhe kjo është. Po du një mesazh në fund për ndjekësit tanë që kemi të shumë të histori të jetës, është një portal që ndiqet shumë një faqe e madhe, diçka që ka të bëjë me jetën, çka kush e thon gjithë njerëzve, gjithë ndjekësve tanë për jetë. Për jetën? Një motiv që ta kishe dhënë. Shiko, jeta është shumë e shkurtër. Ndonjëherë të duket shumë e gjatë, por ka raste që jeta është në përgjithësi unë mendoj jetën shumë shkurtër. Njeriu ka ardhur në tokë për një kohë të caktuar, e cila është shumë e shkurtër dhe duhet me shiju jetën, duhet me bë mirë, nuk duhet me lënë atë synin e keq, duhet me ndihmu njerëzit, duhet me qenë sa më të pastër dhe kjo është jeta. Duhet me shiju jetën në mënyrë më të mirë. Ndonjëherë duhet me pas edhe kujdes sepse rrethanat e jetës na çojnë edhe në rrugë të gabuara, por duhet me qenë i kujdesshëm. Ajo që është më e rëndësishme, ne duhet me bë mirë. Duhet ta duam njëri tjetrin. Edhe nëse dikush dashur pa dashur, neve na bjen hashur, na bjen ndesh, ne duhet me qenë të kujdesshëm në sjelljen tonë, sepse sjellja jonë na tregon ne kush jemi. Kështu që jetën duhet ta shijojmë, por duhet kemi edhe kujdes sepse shpesh herë rrugët e jetës që çojnë edhe në destinacione të gabuara, por duhet me qenë kujdesshëm. Thjesht duhet me bë çdo gjë që duhet ta shohim me një pozitivitet. Do të japim pozitivitet kudo. Dhe nëse ne e bëjmë këtë gjë, normalisht do kemi një jetë mirë. E shijova këtë në rizë. Faleminderit shumë për kohën. Mi bëjt fara shumë Shqipërisë më. Uroj më të mirat. Faleminderit shumë për kohën. Rrofsh, faleminderit.